E ofruar falas nga Ministria e Shëndetësisë për fëmijët, gratë shtetëzëna të sëmurët kronik, vaksina antigrip vazhdon të aplikohet që prej tetorit edhe në qendrat shëndetësore të Gjirokastrës, Libohovës dhe Dropullit. Burime nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor bëjnë të ditur se deri në janar këtë vaksinë kanë marrë mbi 6100 persona. Nisja herët e këtij procesi ka dhënë efektet e veta. Krahasuar me një vit më parë, vjen re një numër më i ulët i personave që paraqiten me grip sezonal. Kjo mendoj dhe si pasojë e vaksinës së gripit, e cila ka filluar aplikimin këtë vit më herët se vitet e tjera, ka filluar që në muajin tetor dhe fluksi ka qenë i shtuar, pasi interesi ka qenë i rritur për këtë lloj vaksine të gripit sezonal dhe ka vazhduar në muajin tetor, muajin nëntor, dhjetor, vazhdon edhe në janar, por me ritme më të ngadalta. Vetëm në lagjet e poshtme të qytetit, që 18 shtatori, Kodrështufit, Granit, ku dhe përqendrimi i popullatës është më i madh, janë aplikuar mbi 800 vaksina të gripit. Viruzat e stinës vazhdojnë të jenë prezentë në Gjirokastër. Çdo ditë qendrave shëndetësore u drejtohen pacientë që kërkojnë ndihmë. Me temperaturë të lartë, me dhimbje koke, me rruf, me koll, me dhimbje trupore e të tjerë. Përgjithsisht, kategoritë që paraqiten janë të gjitha moshave, kryesisht janë fëmijët e vegjël dhe personat me sëmundje kronike. Për post trajtimit me medikamente, mjekët japin për të prekurit nga virozat edhe këshilla e rekomandime. Mundësisht të rinë të izoluar në ambjente të ngrohta dhe të ajrosura mirë, të përdorin lëngje, vitaminoterapi, antipiretik të ndryshëm, siç janë paracetamol, depon, brufen, talelot e të tjera. Dhe në qoftë se shikohet që gjendja nuk përmirësohet, temperatura është rezistente pavarësisht me gjithë këto mjekimet e përdorura, duhet patjetër që të kërkohet ndihmë mjekësore. Kryesisht, personat që janë më të rrezikuar nga gripi sezonal, janë personat që janë kategoritë që janë me sëmundje kronike, pasi vetë sëmundja e acaron situatën, vetë gripi sezonal acaron situatën sëmundjet kronike që janë bashkëshoqëruese të këtyre personave. Vaksina kundër gripit është ofruar edhe në banesë për personat që e kanë patur të pamundur lëvizjen drejt ambulancave si shkak i gjendjes shëndetësore, si dhe për ata në zonat e largëta malore.